Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ftoj të gjithë votuesit që të marrin pjesë në ditën e zgjedhjeve, të votojnë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për organizimin dhe administrimin e këtyre zgjedhjeve, duke siguruar që procesi i votimit të zhvillohet në përputhje me legjislacionin në fuqi, standardet demokratike dhe parimet e transparencës, integritetit dhe besueshmërisë. Njëkohësisht, u bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimeve, stafit zgjedhor dhe të gjithë personave të angazhuar në administrimin e zgjedhjeve që të kryejnë detyrat e tyre me përgjegjësi, profesionalizëm dhe pa anshmëri, duke respektuar me përpikëri procedurat dhe rregullat zgjedhore. Për të garantuar këtë proces të jetë i qetë dhe i sigurt, KQZ-ja vazhdon bashkëpunimin e ngushtë me Policinë e Kosovës, Prokurorinë e Shtetit dhe institucionet tjera përgjegjëse, të cilat do të jenë të angazhuara gjatë gjithë procesit për të mbrojtur integritetin e zgjedhjeve dhe vullnetin e qytetarëve. Andaj, ju falenderoj dhe po ashtu i dëshiroj sukses të gjithë kandidatëve që kanë aplikuar për këto zgjedhje.